Si tha, një bie dhe mama një mingrien, tha. Po si mund votosh këta? Votojnë më këta? Për Vlorën e kam, për qarkun e Vlorës. Si mund të votosh këta kur shokët e tyre janë në burg? Si mund të votosh shokët e atyre që kanë vjedhur dhe kanë raskapitur çdo qytetar? Pagun taksat, pagun ujë, pagun drita. E ai vetë ti merr edhe ti bën rrush e kumblla. Nuk votojnë më këta. Kanë 35 vite, 20 e ca vite deputetët në Vlorë, shokët e këtyre që janë në burg, që nuk e lëshojnë karrige për qamet. Bëhet drejtor, bëhet deputet, pastaj do prap këtë deputet. Si mund i votosh këta? Prandaj thirrja ime është për çdo të ridhe të re, për çdo qytetar të Vlorës, për çdo fermer, për çdo pensionist, për çdo prind, për çdo nën, të dalin masivisht të votojnë në 11 maj dhe të votojnë kundër këtyre që kanë bërë flasin njerëzit me vete rrugës. Prandaj të japim mundësi të rinjve, të hapim një mundësi për çdo të ridhe të re që jetë i përfaqësuar në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. Dhe shumë e thjeshtë fare, shumë e thjeshtë. Në 11 maj te fletë e votimit te 4, zbrisni poshtë te 4. Atje do keni zërin e të rinjve në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë në 11 maj. Prandaj është mundësia ideale për ta shfrytzuar. Është zgjedhja e duhur për të patur zërin e studentëve, zërin e gjimnazistëve, zërin e çdo të riu dhe të re. Prandaj në qarkun e Vlorës thirremi për çdo qytetar vlonjat është që të mos bëj dallime partijake dhe politike.